Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka vendosur të pranojë pjesërisht kërkesën e gjyqtarëve lidhur me ndryshimet ligjore për pagat e magjistratëve. Në vendimin e saj, kushtetuesja vlerëson se disa prej pretendimeve të ngritura janë të bazuara, duke i hapur rrugë rishikimit të formulës aktuale të përllogëritjes së pagave. Gjykata i ka lënë detyrë Kuvendit të Shqipërisë që të bëjë ndërhyrjet e nevojshme ligjore për të reflektuar konstatimet e saj. Vendimi pritet të ndikojë drejt për drejt në mënyrën e përcaktimit të pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe në balancën mes pushteteve lidhur me çështjet e pavarësisë financiare të sistemit të drejtësisë. Me 3 mars të vitit të kaluar, Unioni i Gjyqtarëve kërkoi shfuqizimin e ndryshimeve ligjore të miratuara në vitin 2023 nga mazhoranca për pagat e magjistratëve. Sipas ndryshimeve, paga bazë e gjyqtarëve u përcaktua sa 36% e pagës së presidentit, konkretisht 153.000 lekë. Më herët, paga referuese ishte ajo e drejtorit të departamentit në kryeministri në nivelin 132.100 lekë, çka me formulën e re solli një rritje për 20.000 lekësh. Megjithatë, gjyqtarët e konsideruan këtë ndryshim si ulje, pasi paralelisht u rritën pagat në administratën publike dhe pagat e drejtorit të departamentit në kryeministri shkojnë në 231.000 lekë. Sipas tyre, nëse do të ishte ruajtur referenca më parshme, pagat e tyre do të ishin rreth 78.000 lekë më e lartë. Për këtë arsye, ata i kërcënojnë gjykatën kushtetuese rikthimin të formula e vjetër ose përcaktimin e pagës mesatare 54.3% të pagës së presidentit me reflektim të çdo rritje të përgjithshme. Në praktikë, një rritje e tillë do të sillte shtesa shumë më të mëdha për shkak të formulës së llogaritjes, duke shkuar nga rreth 1.800 euro për magjistratët e shkallës së parë deri në mbi 3.000 euro për gjyqtarët e apelit të GJK-s dhe SPAK.